përgjithshëm disa fjalë që u them lidhe me tema është e zakatit, pra Allahu xhaleshanu thot në Kur'an për shkak të kohës, po thon merr prej pasurisë së tyre, të atyre që pranojnë gabimin, lëmosh që t'ia pastrosh. Sura Tauba 103. Vllazën, ka shumë ajete dhe hadithe të cilë flasin lidhe me zakatin. Mi po një gjallë ju ta themi, ne zakatin me të vërtet, posa qërif po mund të flas për ne të Ballkanit, nuk e kryejmë ashtu si lypet. Pse është problem tash, nuk di asun pse nuk e bojnë, megjithëse e di se lypet me e bën zakatin me krye sa më shpejt e sa më mirë. Në pyet janë se kujt jepet zakati, shumë bojnë pyetje ata. Dhe ata janë pra 8 kategori janë. Thot e para thot inema sadakat li fukara. Zakati jepet të varfërit, që nuk kanë asgjë. E dyta wal masakin, të ngratëve, ata cilët kanë pak, por nuk ju mjafton. E treta thot është wal amilina aleha, për punojësit që të bojnë atë, domethënë, që ju punojnë të shteti, domethënë. Wal muallafati qulubuhum, për ata të cilëve duhet përfituar zemrat e tyre të hyrë për hyrë në Islam. Wa fi rikab, për lirimin e robëve, sklavërve. Wal gharimin, për ata që kanë shumë borxhe, domethënë hallmall, me ndihmua. Wa fi sabilillah, në rrugën e Allahut, në të mirë të Islamit dhe muslimanëve. Wa ibn sabil, dhe për atë që ka mbetur në rrugë, pra, që ka mbetur në rrugë, është në hallet veta. Qëllimi dhe arsyeja dhe në zakatit, vllazën, është sprovë për besimtarët, që supozon se e don Zotin, sprovim me anë të pasurisë të tij. Pra Zoti na sprovon sa e duam me Allahun xhaleshanu, na ka caktuar zakatin. Se njeri mundet shumë, para kam thonë njeri, ka thonë duket e bubek, ka thonë mos shihni një person i cili kur fali dridhen duart, po këshir kur i lypet me dhën zakat, me dhën sadak, ai dridhet dora atë apo jo. Nëse i dridhet aty namaz nuk ka vleshme. E dyta gjë, qëllimi dhe arsyeja dhe në zakat është largimi i cilësive të kooperacisë nga besimtari, cilësi e rryer nga Zoti, pra. Zoti nuk e don kooperacin. Te dini, Zoti hak e don xhumertin. Kooperacin nuk e don. E treta, falënderimi i Zotit për begatinë e pasurisë, Zoti ta ka dhënë. Si ta ka dhënë, mundi për të Zotin tamam. E katërta është eliminimi i varfërisë në shoqërinë muslimane. Kur të ndashti zakatin, ata që kanë, ata s'ka pa fukara, s'ka me pa në hall, domethënë. E pesta, ngritja e shoqërisë në të gjitha elementet e jetës përmes pasurisë të tubuar nga zakati. Pra, kjo shoqëria përparon, ti ne mu shkolluan në zonë se studenta u ndihmon domethënë me zakat dhe ata nuk ka të pashkolluar. Dhe ata është, posa është për ne është në parë dhe në arë, 92 gram ari ose 600 gram pra argjent, ose 8.026 euro kush i ka domethënë me të holla. Rregullat për marrësin e zakatit, ai që merr zakatin, e merr me modesti dhe nuk e xhelozon dhënësin për pasurinë e tij, nuk ka xhelozin aty. E dyta, të mos ketë mendimallësi që ta refuzoj zakatin ose ta pranoj me mendimallësi, po e pranon domethënë në mënyrë njerëzore. Mos ta kesh përdorur paranë e zakatin në haram dhe në gjërat ndalura, ai që i merr skuxon ato domethënë. Edhe e katërt, ta bëj lutje te Zoti për të mirë, për atë që dha zakatin dhe familjen e tij, pra, të bëj lutje për ta. Edhe janë rregullat për dhënësin e zakatit, ai që i jep zakatin, të jetë pasuria e tij halal. Do të lutë të pasuri halal. E dyta, ta jep vetëm për Allahun dhe për asnjë qëllim tjetër, pra, veç për Zotin. E treta, ta jep shehurazi, përveç nëse do t'i mësoj të tjerët me obligimin e dhënies së zakatit, jo me qëllim me të bënë dikon por fshetat. E katërta, nuk ja përmend atij si ja ka dhënë dhe nuk i tregon askujt se kujt ja ka dhënë zakatin. Dhe pesta, përparësi në dhënje kanë familjar, domethënë që i njeh, domethënë që janë në ngushtë. Edhe në rënd të dytë dhe janë të afërmit dhe njerëzit e vendit ti, pra, ka njerëz që i çon zakatin në Afrikë. Pa s'ka në vendet tona, që s'ka ku mund në vendet tona, sa duhesh ki, ke fukara sa duhesh. Në Afrikë kanë ata të Afrikës, arabët e kanë me borç ju ndihmues, me thonë se ne kemi me vërtet në vendet tona mjaft. E shtata përparësi kanë ata që janë të devotshëm, fetar dhe të moralshëm, që nuk e keq përdorin zakatin. Dhe tjeta mos ta llogarit se ka bën shumë me këtë, sepse zakati është e drejtë e Zotit për nevojtarët. Pra nuk mund njeriu me thonë, u ka bën punë të madhe se ka mos zakat. Ke dhënë, ti ke me borx me dhënë. Dhe të dini se la yuqbalu Allahu iman was salat illa bi zakat. Allahu nuk e pranon, njeriu nuk e pranon namazin ose imanin e tij pa dhënë zakatin.
Pra ai që nuk e nep zakatin e kanë pyetje, tona tjerat i kanë pyetje. Dhe nuk thotë siguroni e pra pasurinë e juve me zakat. Hasinu amwalakum bi zakat. Siguroni e pasurinë e juve me zakat. Një dhash zakatin. S'ka me tim të Allahut kush që ka mundet me ta çkatrua. Po mos e dhash e çkatron ti vet. Edhe shëroni të smundit të juaj me sadaka. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wadau mardakum bis sadaka. Pra jep sadaka me shëruar të smundin. Edhe thot në fund u'iddu lil bala'i du'a. Dhe mbronu prej belars me dua. Mos e keni shtir me bë dua, me bë dua. Dhe në fund edhe kem një rast kur Abdullah ibn Amr thot vjen një grua te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen me një vajzën e saj thot, dhe ajo vajza i ka disa si byluzika, si u thonë dorë që i ka so, dhe vet a ke dhënë e nep zakatin për këto. Thot jo thot, a do thot me djeg zjarmi i xhenemit. Pra lypet mu dhënë zakati. Dhe ai thirr prej vajzës ja merr edhe ja nep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja nep krejt. Do të mesin thot, pra po i na për Zotin për pejgamberin në Beitul Mal nosh ku ka muda, do të thon pasunia. Vllazën e tregova një rast për Salebi i cili ja lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja lut me u bë pasanik. I thot pejgamberi mos lyp, thot se kam të çkatruar pasunia. Jo, ja Rasulullah, ja boni bajat ty i lut për ditë, edhe një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua, o Zot, nepi Salebi dhe të pasanik. Mirë, po kur u bë pasanik thot, vetë vërtet i dha Zoti, u bë kabul dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai tha filloi mos marr në xhami. Një ditë xhuma ishte puna që lype me bashkun ndihma, me bashkun zakat pra, për mi dhë fukarat nëse ka qenë thatësi e madhe. Dhe pejgamberi e pa se nuk o Salebi aty, tha që ja çoj një person, tha çoj thuaj se lut me dhën zakat. Ai tha që thuaj tha atij shoku syt se nuk ka më zakat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë rështit shumë, edhe ka ardha jeti i cili ka fol për ta, para dekjet, kur e shë se do lut me dek, ka ardhur me dhën zakatin, thotë ja se marr rasuna, Zoti e ka se pranon zakatin tat matët. Kam thonë se pasunia ka me të prish, edhe të ka prish, thotë ashtu se pranoj, thotë e ty i vjen pari njeri që të përmend Kurani që e ke s'ke dash me dhën zakatin. Vllazën mos na prishi pasunia ne, mos bën një rrot pasunisë. Ju lutem kuptoni e ke zgjan seriozisht. Vallahi kush të jap, po bëj ben këtë vend të mandushëm. S'ka me ra piçman. Kush mos të jap, ka me ra piçmani që kam thënë, ah te kisha digjuaj, ah te kisha dhënë zakatin kur të shoh hallë që kam i pas. Allahu na ndihmoft, na bëj për aty me cilë askinasin, cilë e japin zakatin me dëshirë, me zemër, dhe thonë elhamdulillah që mundi më dhën dikuj, e s'ka nevojë më dhën më dikush. Allah